po duhet të shkoj shumë tepër se sa kaq. Se nuk duhet shoqëruar vetëm me nuk duhet shoqëruar vetëm me pjesën e policisë, po duhet shkoj edhe ke gjykatat, edhe ke prokuroria, duhet shkoj ke gjithë në qarku ku merren vendime dhe që janë në njerëzit në vendimarrje. Sepse ky nuk është vetëm një problem i policisë. Madje unë do thoja që policia duhet bëjë edhe variantin tjetër që policët që çojnë raste si ky që ne pam, duhen promovuar, se nga ana tjetër nuk e di nëse kjo gjëja bëhet në forcat e policisë për njerëz që çojnë për ndjekje penale, njerëz policë që duhen promovuar në këtë rast. Po në qoftë se ti e mban mend mirë, në fakt kjo çështje nuk fillon, nuk gelet vetëm kaq, se kemi një seancë në një komision parlamentar me disa propozime nga Ministria e Brendshme për rritjen e masave ndëshkuese për ata që shkelin ligjin në qarkullimin rrugor, dhe kemi parë se si u bën të majt dhe të djathtë, u bën totalisht bashk, filluan të talleshin dhe të thonin që ne nuk e miratojmë një ligj që promovon masa kaq shumë ndëshkuese në shoqërinë shqiptare për qarkullimin. Në fakt, si përmirësohet ligji? Përmirësohet duke përforcuar masat ndëshkuese. Dhe kjo në fakt është ta mbaroj një sekond, se kjo në fakt është thelbi i gjithë kësaj gjëje. Po të kishit disa pamje nga i komisioni parlamentar dhe të shikoni se si tallen deputetët qoftë opozitës, qoftë majorancës me kërkesat që vinë për masat ndëshkuese, do shikoni se në çfarë niveli vjen ka ajo pjesa që thash, ke edukata qytetare, nga e cila ne vuajmë të gjithë. Sepse ky është një problem i madh. Çdo njeri e merr çdo situatë kur vjen fjala në zyrat e parlamentit apo kur është në një zyrë brenda e merr me humor dhe i duket sikur kjo nuk është reale. Në fakt ajo reale ndodh çdo ditë jetës tonë, na merr jetën tona, merr jetën e njerëzve tanë të dashur. Kjo është vetëm një nga gjërat që ndodh. Lutem, vetëm një gjë të vogël. Vetëm gjatë 2015-s bleni janë hequr 3600 patenta, u kriju një task force e policia rrugore, të cilët ishin civil dhe vëzhgonin në semafora. Dhe janë hequr 8 deputetëve, gjyqtar, drejtor të lartë, patentat, dhe u ndikua, u shtrua shumë presion sa që e shkrin fare këtë task force, sepse po penalizoheshin të gjithë. Kështu që për këtë mendoj që këto edhe vetë i mbështesin kënisma. Shiko, çështja është